Ju kujtohet si nis poezia, në mes tuaj kam qëndruar, që sugjeron poetin i cili qëndron i veçuar në mes të njerëzve, më fort i veçantë në mes të njerëzve dhe mundohet t'i ndriçojë ata. Kjo veçanti e poetit e supozuar qysh në vargun e parë bete qartë dhe merr kuptim të plot te vargjet kam qenë mik me njerin, andaj dije më din. Pra poeti nuk e quan veten njeri, por mik të tij. Këto vargje mund t'i komentojmë si mënyrë për ta ndarë veten nga njeriu, për të treguar natyrën e veçantë të qenies poetike, sepse dhe misionin e ka të veçantë, i ardhur mes tyre, në mes tuaj kam qëndruar për ta kryer atë. Këtë qëndrim, ai i ndryshëm, i veçantë përballë njerëzve, e përforcojnë edhe vargjet që ndjekin. Gjithë tuaj ti kam parë, më me atë fise far. Po këto vargje na tregojnë edhe diçka tjetër. Poeti ka parë dhe i ka njohur të gjithë më me atë fise far, por jo vetëm të sotmin, edhe ata të djeshmit. Si tani gjithë i kam ndërmend që rinin në më këtë vend. Pra poeti thotë se ka njohur të tashmit dhe brezat e shkuar. Gjithë tuaj ti kam parë që rinin në më këtë vend. Pra nuk bëhet fjalë për gjatësinë e një jete njerëzore, po për përjetësinë. Përderisa poezia është e përjetshme dhe poeti është i tillë në sajt të poezisë të tij. Më duket se pikërisht këtë përjetësi të poezisë dhe të qenies poetike kuptojmë me përmendjen e paraardhësve të njerëzve.